Ka marrë për masa edhe më të mëdha zjarri masiv që rejnë ditë më parë në fshatin Riban të Mallakastrës. Flakët janë ende jashtë kontrollit, edhe pse po punohet nga toka e ajri. Në të gjithë vendin numërojnë 7 vatra aktive nga veriu në jug. Kompania Mapco do të dërgojë në gjykat në arbitrazhit vendimin për zgjidhjen e kontratës së koncesionit për aeroportin e Vlorës. Bexhet Pacolli thotë se qytetarët do të paguajnë faturën e vendimeve të paligjshme të zyrtarëve. Sali Berisha cilëson histori mafioze të qeverisë, të gjithë konfliktin e krijuar muajt e fundit për aeroportin e Vlorës. Berisha thotë se prishja e kontratës me kompaninë Mapco do të kushtojë qytetarëve 500 milionë euro në arbitrazh. Autoritetet gjermane janë bërë në alarm pas 2 incidenteve në 24 orët e fundit. Një dron me lëndë shpërthyese u gjet në aeroportin e Leipzigut, ndërsa një avion madrash u përplas me një objekt të dyshimt teksa ngrihej nga pista. Pas Nendim Bajramit dhe Berat Gjimshiti pritet luajnë kampionatin në Arabisë Saudite. Kapiteni kombëtarës shqiptare dhe Atalantës ka arritur marrëveshjen verbale me klubin Al Diriha. Vlera e transferimit është 3 milionë euro. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e fundit të lajmeve. Mbrëmjen e sotme ka marrë për masa edhe më të mëdha, zjarri i rënë një ditë më parë në fshatin Riban të Mallakastrës. Situata në fshatrat Riban dhe Ngraçan të bashkisë Mallakastër vijon të jetë problematike pasi zjarri i rënë 2 ditë më parë mori për masa të mëdha në orët e mbrëmjes së sotme. Flakët e favorizuara nga era rrezikojnë të djekin masivin pyjor në Lofkënd. Megjithatë, deri më tani vatra është larg banesave. Autoritetet deklarojnë se po punojnë intensivisht për të parandaluar përhapjen e flakëve drejt zonave të banuara. Vatra e zjarrit është zgjeruar pavarësisht në hyrje dhe koordinimit të gjithë forcave në terren. Nuk besoj që do të kemi problematika lidhur me banesat dhe me banorët. Shpresojmë që mos të ketë dhe nuk besoj që do të ketë. Në operacionin për vënien në kontroll të zjarrit po merr pjesë edhe avioni Air Tractor, që sapo është bërë pjesë e forcave ajrore. Për lokalizimin e flakëve është përfshirë edhe një helikopter i forcave të armatosura. Një tjetër vatër e aktivizuar mbrëmjen e sotme është në malin e gjerë në Gjirokastër. Zjarri paraqitet me përmasa të mëdha dhe rrezikon të përhapet në sipërfaqe të tjera. Sipas autoriteteve, vetëm në orët e fundit janë raportuar 14 vatra zjarri, nga të cilat 7 janë aktive në Dajt, Mallakastër, Elbasan, Libohov, Dropull, Selenis dhe Skrapar. Në të gjitha vatrat e tjera operacionet vijojnë ndërsa nuk raportohet rrezik për banesat. Në teren janë angazhuar 246 forca operacionale, 90 efektiv të forcave të armatosura dhe 29 automjete. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, në koordinim me të gjitha strukturat përgjegjëse, thotë se vijon monitorimin e situatës dhe koordinimin dhe ndërhyrjeve në të gjithë territorin, teksa deklaron se po vlerësohet me prioritet mbrojtja e jetës së qytetarëve, pronës dhe mjedisit. Nisjen nga punat avionit parë zjarfikës që Shqipëria ka marrë për të përballur me luftën kundër zjarreve ka komentuar dhe kryeministri Edi Rama. Ai ka publikuar pamje nga puna e avionit në terren. Avioni i parë zjarfikës ka nisur aktivitetin si forcë e shtuar e këtij gushti sfidues i cili na gjen më të fortë e të përgatitur se asnjëherë më parë, por edhe plotësisht të vetëdijshëm për larg qoftë rrezikun e përshkallëzimeve ekstreme të zjarreve përtej fuqive tona, siç po ndodh në disa vende të mëdha të Europës aktualisht, shkruan Rama. Në fund ai mbyll mesazhin e tij me një mirënjohje për gjitha forcat zjarfikëse në terren. Kompania Mapco do të dërgojnë gjykatën e arbitrazhit vendimin e Ministrisë së Infrastrukturës për të zgjidhur kontratën e koncesionit për aeroportin e Vlorës. Vendimi i Ministrisë së Infrastrukturës për anulimin e kontratës së koncesionit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës do dërgohet në gjykatën e arbitrazhit nga kompania Mapco në pronësi të biznesmenit Bexhet Pacolli. Përmes një reagimi zyrtar, Sipërmarrësi nga Kosova konfirmoi se ka marrë në dorë shkresën për iniciimin e zgjidhjes së kontratës, për të cilën thotë se nuk përputhet me faktet, dokumentacionin dhe realitetin e projektit. Pacolli shpreh se kompania e tij ka bërë çdo përpjekje për të shmangur skenarin e përballjes në gjykatat ndërkombëtare.
Fatkeqësisht, përballë papërgjegjshmërisë, heshtjes dhe veprimeve të palishme të disa përfaqësuesve shtetëror, çdo mundësi për zgjedhje është mbyllur. Nuk kam dëshiruar kurrë që taksapaguesit shqiptar të paguajnë faturën e neglizhencës, papërgjegjshmërisë dhe vendimeve të palishme të zyrtarëve që sot vazhdojnë të sillen me indiferencë. Ndalur te argumenti i dhënë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë që kompania e Pacollit nuk ka përfunduar punimet në afatin e përcaktuar, biznesmeni ka një shpjegim. Kompania kishte përfunduar pothuajse të gjitha detyrimet kontraktore dhe ndodhej vetëm pak para fazës së certifikimit të aeroportit. Megjithatë, pas vendimit të gjykatës së lartë, grupe që veprojnë në mënyrë arbitrare dhe jashtë ligjit, me mbështetje ose tolerim institucional, penguan MAPCO të hynte në kantier dhe të përfundonte projektin. Për muaj të tërë në prani të policisë së shtetit, investitori u mbajt jashtë pronës së tij, ndërsa pajisje me vlerë u dëmtuan, u shkatëruan dhe një pjesë edhe u vodhën. Paradoksi është i qartë, nga njëra anë institucionet penguan përfundimin e projektit, ndërsa nga ana tjetër kërkojnë ta përdorin këtë pengesë si arsye për zgjidhjen e kontratës. Pas këtij reagimi të Pacollit, televizioni Klan u interesua pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila jo zyrtarisht dakte përgjigje. Kemi nisur procedurën për anullimin e kontratës koncesionare. Ky vendim bazohet në kontratat dhe dokumentet që kemi, ku janë të parashikuara afatet e punimeve të cilat nuk kanë përfunduar. Çdo gjë tjetër është në kuadër të fjalëve. Punimet për ndërtimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës nisën në nëntor të vitit 2021. Sipas kontratës, aeroporti duhej të përfundonte brenda rreth 3 viteve dhe të niste operimet gjatë vitit 2025. Një vit më parë, kompania MAPCO e biznesmenit Bexhet Pacolli dhe dyja grupe Valona Demit u përfshin një seri procesesh gjyqësore që çuan deri në përplasje fizike në kantier. Shqipëria dhe Zvicra shumë vite më parë kanë nënshkruar një marrëveshje për mbrojtjen reciproke të investimeve. Mosmarrëveshja për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës po kalon nga kantieri në një përballje ligjore që mund të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar. Në reagimin e tij ku lajmëroi dërgimin e çështjes në arbitrazh, investitori kryesor Bexhet Pacolli theksoi se ky vendim i Ministrisë së Infrastrukturës bie ndesh jo vetëm me vendimin e gjykatës së lartë dhe kontratën e koncesionit, por edhe marrëveshjen dypalshe për mbrojtjen e investimeve ndërmjet Zvicrës dhe Shqipërisë. Bëhet fjalë për traktatin e vitit 1992, i cili përcakton standarde reciproke që shteti pritës duhet të respektojnë ndaj investitorëve. Në rastin konkret, shteti shqiptar ndaj një kompanie zvicerane siç është Magbo me selinë në Lugano. Konkretisht, Neni 4 detyron shtetin të mbrojë investimet e kryera sipas legjislacionit dhe ndalon pengimin e administrimit, mirëmbajtjes, përdorimit, zgjerimit dhe shitjes së tyre përmes masave të pajustifikuara ose diskriminuese, ndërsa Neni 5 garanton trajtim të drejtë të barabartë për investitorët dhe ndalon që ata të trajtohen më pak favorizuese investitorët vendas ose ata të vendeve të treta. Pacolli pretendon se pikërisht këto garanci janë cënuar duke argumentuar se kompania ju pengua të vazhdonte punimet edhe pasi kishte vendime gjyqësore në favor të saj, ndërsa vonesat e krijuara po përdoren tashmë si argument për zgjidhjen e kontratës. Një tjetër dispozit kyçe është Neni 11, i cili rregullon zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes investitorit dhe shtetit. Sipas tij, palët duhet fillimisht të përpiqen të zgjidhin konfliktin përmes negociatave. Nëse brenda 6 muajve nuk arrihet një marrëveshje, atëherë investitorit i lindet drejta të drejtohet arbitrazhit ndërkombëtar. Marrëveshja parashikon gjithashtu se nëse të dy shtetet janë palë në konventën e Washingtonit të vitit 1965, çështja mund të shqyrtohet edhe nga qendra ndërkombëtare për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të investimeve. Duke ju referuar këtyre dispozitave, Pacolli paralajmëron se nëse kontrata koncesionare zgjidhet, mosmarrëveshja nuk do të mbetet vetëm një konflikt kontraktor, por mund të kalojë në arbitrazh ndërkombëtar, ku do të shqyrtohet edhe nëse Shqipëria ka respektuar detyrimet që ka marrë përsipër me marrëveshjen dypalshe të investimeve të vitit 1992. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilëson histori mafioze të qeverisë konfliktin e krijuar muajt e fundit për aeroportin e Vlorës. Ai thotë se prishja e kontratës koncesionare me kompaninë MAPCO do të kushtojë qytetarëve shqiptar 500 milion euro në arbitrazh. Për kreu në opozita, zgjidhja e kontratës së koncesionit për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë është një histori mafioze pas së cilës tase qëndron kreu i qeverisë. Garantoj qytetarët e këtij vendi se do gjobiten më spaku 500 milion euro. Edi Rama, Lubi Balluku, Taulan Balla kanë përdorur ortakun tjetër të ndërtimit për t'ia marrë Pacollit aksionet. Kryeministri Rama e atakoi dhe për çështjen Beqiri, kompanisë të cilit tha se qeveria i ka alokuar 8.5 milion euro në kundërshtim me ligjet. Edi Rama urdhoi dhe ministrin e Financave të disbursoj 8.5 milion euro soft solution. Është
një kompani e sekuestruar e cila nuk mund të marrë asnjë qindark nga shteti. Pas dështimit me maxhorancën për ndarjen e re-administrativo-territoriale, Berisha se fsheu skepticizmin edhe për një tjetër reformë që prej muajsh demokratët janë ulur në tryezë me socialistët. Skepticizmi sigurisht është i madh, por ne do vazhdojmë të gjithë përpjekjen tonë, edhe me reformën zgjedhore. Me tonë tash prafoli edhe për shpalljen non grata të dy shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, gazetarin Valon Bela dhe imamin Bekir Halimi, pas të cilëve tha se qëndron Edi Rama dhe drejtuesja e Shishit. Vlora Vučić është një agente e përbashkët e Vučićit dhe e Ramës. Qendis, shpif, manipulon dhe trillon çdo gjë që i thon padronët e tyre. Valoni i bllokon hyrjen e shpall non grata një lloj si Aleksandar Vučić për Serbit. I pyetur në lidhje me portin e Durrësit, kreu i opozitës tha se ajo është afera më e madhe korruptive në Europë, dëmi financiar për të cilën arrin në vlerën e 5 miliardë eurove. Drejtësia shqiptare u ka dërguar autoriteteve franceze kërkesën zyrtare për ekstradimin e biznesmenit Ermal Beqiri. Ministria e Drejtësisë njoftoi se ka përcjell pranë autoriteteve franceze kërkesën për ekstradimin e biznesmenit shqiptar Ermal Beqiri. Ai u arrestua me 24 korrik pasi me një avion të vogël kishte hyrë në zonën e sigurisë mbi centralin bërthamor Penly në një lartësi të ulët. Pas uljes në aeroport ai u vu në pranga dhe gjatë verifikimit të identitetit, autoritetet franceze konstatuan se Ermal Beqiri ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol. SPAK ka deklaruar se kishte marrë që më herët informacione për praninë e Beqirit në Francë. Pas ndalimit, prokuroria e posaçme tha se u ka kërkuar autoriteteve të drejtësisë në Francë sekuestrimin e pasurive të tij në këtë vend. Nga hetimet u zbulua dhe blerja e kësaj kështjelle me vlerë rreth 2.6 milion euro, llogari bankare me një vlerë totale prej mbi 2 milion eurosh, 2 apartamente si dhe disa automjete të përdorura nga ai. Ndaj Beqirit, gjykata e posaçme ka vendosur më 15 tetor të vitit 2025 masën e arrestit në burg. Beqiri po hetohet nga SPAK në lidhje me dosjen e tenderave të Akshit. Sipas SPAK, ai dyshohet se ka qenë pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që manipulonte procedurat e tenderave publik dhe ushtronte presion ndaj konkurrentëve. Mediat franceze kanë raportuar se procedurat e ekstradimit mund të kërkojnë disa javë. 2 personat maskuar dhe të armatosur me Kalashnikov kanë grabitur sot një argjendarin në zonën e Paskuqanit. Një argjendarin në zonën e Paskuqanit është grabitur pas ditën e të mërkurës. 2 persona ende të pa identifikuar në kërcënimin e një Kalashhnikovi kanë marrë një çantë me bizhuteri. Të maskuar ata janë drejtuar me njëherë te banaku ku ndodheshin punonjëset e argjendarisë, të cilave u kanë kërkuar vetëm bizhuteritë dhe jo paratë e kasës. 2 autorët pasi kanë marrë çantën me bizhuteri nga ambientet e argjendarisë, kanë marrë motorin të cilin e kishin parkuar jashtë dhe më pas janë larguar rrugicave të Paskuqanit. Të gjitha veprimet e grabitësve, por dhe itinerari i tyre është zbuluar nga kamerat e sigurisë së argjendarisë dhe bizneseve të tjera në Paskuqan dhe Institut. Nga verifikimet që policia ka kryer, rezulton se motori i përdorur nga grabitësit ishte pa targa dhe dyshohet se mund të jetë vjedhur. Gjithashtu grupi hetimor në bashkëpunim me pronarin e argjendarisë është duke bërë vlerësimin e dëmit të shkaktuar. Për arrestimin e grabitësve, policia ngriti pika kontrolli në disa zona. Dyshimet e hetuesve janë se autorët kanë kryer edhe herë të tjera grabitje. 2 muaj më parë një krim i ngjashëm u regjistrua në Kamës nga 2 persona të armatosur dhe me motor, të cilët u larguan drejt zonës së Krujës. Një automjet me impjant gazi shpërtheu mbrëmjen e sotme në zonën e Laprakës këtu në kryeqytet. Policia sqaroi se automjeti që drejtohej nga një 61 vjeçar ka marrë flak gjatë lëvizjes për shkak të një defekti teknik. Nga shpërthimi nuk pati persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Bordi i mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka lënë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%. Vendimi i Bankës së Shqipërisë për të mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5% mbështetet në ecurinë pozitive të ekonomisë dhe e pritshmëritë për stabilizimin e inflacionit. Inflacioni i çmimeve të konsumit erdhi në rritje si pasojë e efekteve direkte dhe indirekte të rritjes së çmimeve të naftës në tregjet e huaja. Megjithatë, niveli i inflacionit mbetet i kontrolluar dhe pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë. Rritja ekonomike vjen të ushqehet nga bilancet e shëndosha financiare të sektorit privat, besimi për të ardhmen, të ardhurat nga turizmi dhe kushtet e favorshme monetare dhe financiare.
Guvernatori bëri të ditur se në muajin nëntor Shqipëria do të implementojë sistemin evropian të pagesave të shpejta TIPS. Maksimumi në fund të muajit nëntor ne të shkojmë live, pra të jemi efektiv me implementimin e sistemit TIPS, i cili është një klonim i sistemit evropian të pagesave të shpejta. Do të krijojë lehtësi të mëdha, kursime në kohë dhe në para për gjithë konsumatorët. Sistemi financiar do të gjenerojë kursime 35 miliardë euro dhe 38 miliardë lekë për ekonominë në tërësi. Banka e Shqipërisë vlerëson se pavarësisht pasigurive nga zhvillimet gjeopolitike, ekonomia shqiptare mbetet në një trajektore pozitive zhvillimi. Qarkullimi në aksin Durrës-Tiranë do të bllokohet në datat 6 dhe 7 gusht për shkak të punimeve që po kryen për ndërtimin e mbikalimit të ri të Kasharit. Sipas njoftimit të autoritetit rrugor shqiptar, bllokimi do të jetë në intervalin nga ora 24 deri në orën 04:30 minuta të mëngjesit. Gjatë këtij orari do të bllokohen 2 korsitë e aksit në drejtimin Durrës-Tiranë. Mjetet që vinë nga Durrësi me destinacion në aeroportin dhe Kosovën do vijojnë lëvizje në autostradën Kashar-Tuman, ndërsa automjetet me destinacion Tiranën do të orientohen me sinjalistikën e përkohshme në rrugën dytësore duke u rikthyer në autostradë pas mbikalimit të Kasharit. Aplikimet e maturantëve të këtij viti zbulojnë se pjesa më e madhe e tyre dëshirojnë të bëhen inxhinier, IT ose mjek. Të rinjt shqiptar duan të bëhen inxhinier dhe specialist IT-e. Kreu i Rritit Akademik Shqiptar Arjan Xhela thotë se ndryshe nga vite më parë, programet e shkencës së mjekësisë kanë kaluar në vend të dytë, por ajo që bie në sy nga aplikimet e maturantëve është fakti se 50% e preferencave kryesohen nga këto dy programe studimi. Këtë vit kemi sërish degët inxhinerike dhe IT-n, të cilat janë me 1% më shumë se sa degët e shëndetit, përfshirë dhe infermerinë. Të dyja së bashku janë mbi 50%, njëra është diku ke 26% dhe tjetra lëviz diku ke 24-25%. 93% e maturantëve ekselent duan të ndjekin studimet e larta brenda vendit. Kemi më shumë maturantë të cilët kanë zgjedhur studiojnë në Shqipëri, duke pasur parasysh që ndërmjet atyre që kanë përfunduar te maturën shtetërore me notë mesatare nga 8.5 deri në 10, 93% të tyre kanë përzgjedhur që të rinë të vijnë studimet në Shqipëri. Sipas Xhelait, për shkak të numrit të lartë të programeve të studimeve, asnjë maturant nuk ngelet jashtë dyerve të universiteteve, duke u dhënë mundësi të 21.000 maturantëve të ndjekin shkollën e lartë. Oferta akademike gjithmonë është më e lartë. Ka një larmi programesh, mbi 700 programe studimi. Pas fazës së aplikimeve për 10 degët e preferuara, tashmë maturantët duhet të tregojnë të kujdesshëm për datat e provimit në Universitetin e Mjekësisë dhe degën e arkitekturës. Nesër pritet të mbahet seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Pas atitës së martës, kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe lideri i LDK-s Lumir Abdixhiku zhvilluan një tjetër takim, këtë herë larg syrit të mediave mesditën e kësaj të mërkure. Megjithatë, sërish bisedimet kanë përfunduar pa marrëveshje. Nuk kemi lajme, përderisa s'kemi marrëveshje. Kur ta realizojnë marrëveshjen, do të mund të takimi i dytë. Mes dy partive duket se nuk po negociohet vetëm për çështjen e presidentit të vendit, por edhe për pozicione të tjera. LDK nuk ka pranuar të marrë detyrën e kryetarit të kuvendit, ndërsa vetëvendosja këmbëngul që presidenti të mos vijë nga radhët e politikës aktive. Për këtë situatë ka reaguar ish kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, që konsideron se rezultati i zgjedhjeve parlamentare nuk i ka dhënë asnjë partie të drejtën për të qeverisur e vetme, duke theksuar se krijimi institucioneve duhet të bazohet në bashkëvendimarrje mes pozitës dhe opozitës. Kurti po i kërkon të gjitha situatat ose pozitat ose institucionet vendimarrëse për vete dhe në një farë mënyrë po synon me poshtru opozitën, duke i ofruar vetëm përfitime të pushtetit. Dështimi për të zgjedhur presidentin e ri në 2 muajt e ardhshëm do ta çonte Kosovën drejt për drejt në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, që do të ishin të katërtat në 2 vjet. Autoritetet gjermane janë vënë alarm pas 2 incidenteve të fundit në 24 orë.
Autoritetet gjermane kanë nisur një hetim për terrorizëm këtë të mërkur pasi një dron i pajisur me eksploziv u gjet gjatë natës pranë pistës së aeroportit të Leipzigut, duke shkaktuar pezullimin e operacioneve në një nga qendrat më të mëdha të transportit ajror të mallrave në Europë. Droni u zbulua nga punonësit e aeroportit në një zonë kufizuar pranë një avioni Ukrainas. I njëjti aeroport shërben si qendër në transportin e mallrave ushtarake, përfshirë ato të NATO-s ndaj Kievit, dhe gjithashtu si një bazë për një kompani ajrore ukrainase. Sipas sigurie, fluturimet u ndërpren dhe disa avion mallrash u devijuan drejt aeroporteve të tjera. Ndërkohë një avion mallrash i DL i devijuar gjatë incidentit pësoi dëmtime të lehta pasi goditi një objekt të paidentifikuar gjatë ngritjes, duke u detyruar të ulet më pas në Hanover. Hetimin e kanë marrë në dorë prokurorët për luftën kundër ekstremizmit dhe njësitë antiterroriste pas konfirmimit të lëndës shpërthyese. Ministri i Brendshëm Aleksandr Dobrindt thiri një mbledhje urgjente me drejtuesit e shërbimeve të sigurisë. Gjermania ndodhet prej kohësh në gjendje të gatishmërisë për shkak të fluturimeve të paautorizuara të dronëve mbi objekte strategjike. Rrjeti i elektronikës dhe elektroshtëpiakeve Glob ka mbritur edhe në qytetin e Kavajës për gjithë klientët, krahas markave më të njohura do të ketë edhe ulje çmimesh. Glob hap dyert në Kavaj duke sjellë më pranë klientëve një gamë të gjerë markash dhe produktesh të teknologjisë dhe elektroshtëpiakeve me një ambient funksional dhe oferta gjithmonë të mira. Glob synon të bëhet një nga destinacionet kryesore të blerjeve në këtë qytet. Me hapjen e dyqanit Glob të ri në Kavaj, ne sjellim më pranë klientëve markat shumë të njohura, një gamë të gjerë produktesh të teknologjisë dhe elektroshtëpiakeve dhe si gjithmonë edhe ofertat më të mira në treg. Për të festuar hapjen, klientët do të kenë mundësi të përfitojnë 50% ulje në kategorinë e elektroshtëpiakeve të mëdha dhe të vogla, si dhe kondicioner, deri në 57% ulje në kategorinë mobile dhe IT dhe deri në 50% ulje për të gjithë televizorët. Ftojmë të gjithë klientët të na bashkohen dhe të përfitojnë nga ofertat ekskluzive të hapjes. Glob ofron një gamë të gjerë produktesh, marka ndërkombëtare, cilësi, shërbim maksimal dhe gjithmonë ofertat më të mira. Synimi i Glob është që çdo klient të gjejë produktin e duhur sipas nevojave dhe buxhetit të tij, duke përfituar më shumë cilësi dhe më shumë kursi. Dyqani i ri Glob në Kavaj mirëpret të gjithë klientët me shumë marka, një gamë të gjerë produktesh të teknologjisë dhe elektroshtëpiakeve, si dhe oferta ekskluzive për hapjen, të vlefshme deri më 9 gusht. Glob ndodhet në shëtitoren Josif Budo, Pallati i Murrizit, Kavaj. Mirë, këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotrinj ju faleminderit për vëmendjen. Natë mirë.